Pas një betejë prej më shumë se 2 orësh në Pallatin e Sportit Tamara Nikola, Skënderbeu ka mundur Pogradecin në gjysmëfinalen e tretë play-off të Superligës së voleybollit për femra, duke siguruar kalimin për në finale. Në një sallë të mbushur plot, korçaret fituan me rezultatin 3-2 dhe tashmë do të kenë mundësinë të luftojnë për të mbrojtur kurorën e kampioneve, teksa për titullin do të matin forcat me Tiranën. Derbi Juglindjes i zhvilluar mbrëmjen e dijshme në Korçë ishte një spektakël i vërtet. Vajzat e Orlando Kojës e nisën shumë mirë duke marrë bindshëm setin e parë 25-15, por liçenoret e trajnerit Besnik Lisha reaguan fuqishëm duke fituar 2 setet e radhës 23-25 dhe 13-25 për të përmbysur në 2-1 me sete. Megjithatë, edhe pse në një moment të vështirë Skënderbeu gjeti forca për të fituar setin e katërt 25-21, dërsa shpërtheu në setin final me shifrat 15-3. Ishte një derbi vërtet kundërshtar shumë me vlera, e njihni, me vlerësonim, kështu që ishte betejë deri në fund. Mendoj se edhe neve arritëm të tregonim karakterin tonë, sidomos në 2 setet e fundit, që dolëm në një situatë shumë e vështirë dhe kjo fitore na bën të jemi optimist për të ardhmen. Në fund të gjithë festa është për vendaset, teksa lojtarja e ndeshjes ishte kapitenja Elena Bego, protagoniste me 23 pikë për Skënderbeun.